Qëse unë e ti kina kujtimet mira 5 vjetë. Po. E kina përjetu sanet bukra 5 vjetë. Po. Intenziv. Janë kujtimet se nuk na lajnë për mu tërhek qatë shkallaj. Po ajo ca shumë kujtime nuk ka bre me limin? Po s'ka lidhje, vujtja nuk ka lidhje vetëm me kujtime tani, se na çudite. S'është vetëm me kujtime, varet se si e përjeton gjën. Ajo e përjeton në çmenduri. Ajo përjeton në çmenduri sepse ka bënë trut çmendurin. Thot që ky muhabet ka përfunduar, jeta vazhdon, shikon përpara, nuk shikon mbrapa, dhe për mua ky është njeriu i fortë. Pastaj ka dhe tjerë që rrin peng i gjërave që kanë kaluar. Qashtu. Nështë si mua kjo më duket si quhet vetë shkatrim. Ajo zgjedh të vetë shkatrohet. Është zgjedhja e saj. Pik. Ore, nështë asë jam unë hiç problemi. Jo, ma qëfar kur ti si e problemi? A ka kupton, se unë nuk jam njëri që i bëj kujt Edhe mundet, edhe kjo mund tjetë. A ka kupton, pra ne po i them. Patjetër. Ja, qërë, më mund të jenë probleme tjera që reflektohen si kur jeti në fakt. A ki deshti në arna e femen? Jo, bro. A ki vujt? Kujdo? Jo. Zbesaj. Rëp ti kom hyp makinë se kom ikë sa më lartë. Futi Sa i vrat por me në ta derën. 5 vjetë. Faleminderit. E keni kalu një intenziv ko bashkë? Intensiv, ba me fëmije, ba jetë, kriju çdo gjë. Sot për nesër e ke harru? I kom hyp makinës, e se kom këthy ma kokën mrapa. Atër të ku ki definitiv për mu narsisist. Ha? Narsisist. No, bro, unë është qetësohem, merakosem, nga që kina edhe djalin, po jo që unë tani ta moj me një veç aty. Ore, të zgjedhësh të bësh një jetën që do, është forcë. Po. Unë e kom diçka, bro. Mos t'jesh pengi opinionit mos e bë diçka, ku di unë, mos ma bë. traditave gjërave. Kur të ta them përpara. Se mrapa, unë e kom la veten, e nuk e ndjej barë ma. Kur të them për shemë të lutem, këtë gjo, mos e bë pa fol me mu. Hajde folin bashk, bëne. Momentin që ti e bën këtë gjë, që po ta them përpara, po thosh do më thonë ajo s'ka vujt? mu s'ma ka shprej vujtjen. E ka kalu vetë. Asë unë s'ja kam shprej asaj. Unë që shë di... E ka qenë ndarje shëndosh. Atëherë po, mundet më konë, po kura është dashnia në një farë toksike, o shumë a shumë bunë. Po jo, ka të bëjnë një... Riu, nuk ka lidhje me patjetër me raportin. Po, pra qashtu. A ki qenë në dashni toksik? A ki të regu vetë rastën tatë? Sa ki vujt? Kam vujt, po nuk kam bo si budal. Kam vujt brënda. Po bravo. Ama kam parë për para. A mo ki vujt? Edhe ki vujt ja 3 vjetë. A ki vujt 3 vjetë? Ore, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet nuk ka rëndësi fare. Rëndësi ka si e shpreh ti vujtjen. Nëse unë do filloja, do shkulja flokë, do qaja, do kaloja në depresion, kjo tregon dopsi. Në momentin që ti vazhdo jetën, edhe pse vuan nga brënda, kjo tregon forcë. Këtë po them vetëm. Si ka shku marrëdhënia jote? S'kam posë në do. Jo, marrëdhënien me nusen, që ke 13 vjetë. A ki pas ups and downs? 100 herë. Qashtu. Qyshin i marrë vesh? Si njerëz. Qashtu.